Akoma nuk janë shuar flakët, akoma del tymi tek bizneset e djegura të tregut të ish uzinës Dinamo. Janë pothuajse mbi 100 biznese e magazina të cilat strehonin mallrat e më shumë se 100 të tjerave, të cilët janë djegur, janë shkumbuar. Pronarët e këtyre bizneseve, kryesisht biznese familjare, të cilët kanë vendosur në biznesin e tyre jetën, punën, djersën, gjakun e shumë familjeve që jetojnë me të ardhurat e këtyre bizneseve, edhe sot ndërkohë që flasin nuk e kanë akoma një bilans të qartë. Shumë prej këtyre pronarëve më thonë që mallrat e tyre të magazinuara këtu ishin me vlerë 300-400.000 euro, deri në disa prej cilave shkon 1 milion euro. Bizneset të cilat nuk kanë dëgjuar akoma asnjë përfaqësues të shtetit, askush nuk ka ardhur t'i pyes për vlerën e mallit, askush nuk ka ardhur t'i pyes për punonjësit, askush nuk ka ardhur t'i pyes se çfarë do ndodh nesër me ato që sot e kanë parë të shkrumbohet, të ardhmen e tyre dhe të familjeve të tyre. Është e nevojshme që të merren masat menjëhershme për të krijuar një bilans të qartë të gjithë këtyre bizneseve. Së dyti të punonjësve që punojnë atje, dhe qeveria shqiptare duhet patjetër të prezantojë një paketë masash që që nga heqja e gjithë taksave doganore për këto biznese që do sjellin produkte të tjera të ngjashme, por njëkohësisht dhe për TVSH-n. Biznesi vogël është shtylla e ekonomisë shqiptare. Ashtu siç kanë hequr taksat për bizneset me peshyje, ashtu siç kanë dhënë favore fiskale, ashtu siç kanë parë përfitime klientët e qeverisë, këtyre bizneseve i takon që ta ndjejnë dorën e shtetit. E di që është shumë që ta kërkoj, po është minimale, sepse sot kanë mbyllur dyert e tyre, kanë mbyllur të ardhmen e tyre shumë bizneset vogla që deri dje kanë jetuar me këto të ardhura.